Dashi, sot ke dëshirë të veprosh shpejt, por humori kërkon më shumë taktik. Ruaj njerëzit që japin shëtësi dhe largohu për pak nga zhurma. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Demi, një zgjidhje praktike mund të sjellë përmirësim të dukshëm në dashuri. Në dashuri flit me qetësi, një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë të gjithë atmosferën. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Binjakët, dita sjell lëvizje dhe lajme të vogla që ndikojnë në financa. Mos premto, mos e nënvlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Gaforja, dita të fton të kujdesesh për shqetësinë tënde përpara se të zgjidhësh plane personale. Një ide që e ke lënë pezull meriton t'i kthesh me më shumë seriozitet. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Luani, sot ke mundësinë të shkëlqesh, sidomos nëse e përdor mirë energjinë në rutinë. Ritmi i ditës përmirësohet nëse ish një zakon që të lodh dhe të shton një zakon që të qetëson. Në fund të ditës do kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Virgjëresha, analiza jote është e vlefshme, por vendime kërkon edhe veprimin konkret. Mos e shtyp pafundat e që di se duhet mbyllur, vendosmëria sot të çliron. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Peshorja, marrëdhëniet kërkojnë delikatesë, sidomos kur preket humori. Ruaj njerëzit që të japin shqetësi dhe largohu për pak nga zhurma. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Akrepi, magnetizimi yt ndihet, por në dashuri duhet të ruash kufijt. Në dashuri flit me qetësi, një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë të gjithë atmosferën. Mos e nënvlerëso një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Shiqetari, dita të jep humor dhe energji për të provuar gjithçka ndryshe në financa, mos merr vendim vetëm nga dëshira e momentit. Llogarit mirë para se të premtosh. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Bricjapi, përgjigja të mban të fokusuar dhe të ndihmon të ecësh përpara në plane personale. Një ide që ke lënë pezull meriton t'i kthesh me më shumë seriozitet. Në fund të ditës do kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Ujori, sot mendimi ndryshe të favorizon, por rutinë kërkon edhe praktik. Ritmi i ditës përmirësohet nëse heq një zakon që të lodh dhe të shton një zakon që të shqetëson. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Peshqit, ndjeshmëria të bën më të afërt me njerëzit që lidhen me vendime. Mos e shtyp pafund atë që e di se duhet mbyllur. Vendosmëria sot të çliron, ruaj energjinë për gjërat që vërtet kanë peshë.